A e pat videon propagandistike të Ramës me qytetarin e moshuar nga Pogradeci? Përtej manipulimit qytetarit, ajo tregon edhe karakterin arkaik, antimodern të mënyrës së qeverisjes së Ramës. Në Shqipërinë e Ramës nuk ka institucione ndërmjetëse të cilat japin llogari qytetarëve, por ekziston vetëm i madhi, sultani, dhe atij duhet i lutesh, dhe nëse i lutesh në mënyrë e duhur, sidomos përpara kamerave, sultani të premton që do ta shtrojë rrugën e fshatit, madje e tërheq përveshi kryetarin e bashkisë, që nuk ka rëndësi se e kanë zgjedhur qytetarët, e rëndësishme është që e ka emëruar sultani, dhe ai po ashtu zotohet që brenda pak kohësh rruga e fshatit do të ndërtohet. Tani, kjo gjë ka ndodhur në këtë mënyrë të vendosjes marrëdhënies midis njeriut dhe pushtetit që në kohrat më të hershme, Perandorinë Osmane, madje edhe në Evropën mesjetare, tani pritet vetëm që Rama të fitojë dhe fuqi magjiplota, si mbretërit mesjetar francez edhe anglez, që me të prekurin e dorë të shërojë dhe sëmundjet e pashërueshme. Nga ana tjetër, një shtet modern ka institucione. Në Shqipërinë e re që të gjithë ne e aspirojmë, qytetari nuk ka pse të pres takimin fatlum me të parin e vendit për të shtruar rrugën e fshatit vet, por ndërton bashkë me tjerët një infrastrukturë të komunikimit me institucionet lokale. Bi fjala, çojnë fillim një peticion bashkinë, qofse bashkia nuk kthen përgjigje, atëherë qytetarët e atij fshati mblidhen, dalin përpara bashkisë, protestojnë, tërheqin vëmendjen publike, tërheqin banorët fshatrave të tjera të qytetit në mënyrë që të ushtrojnë presionin e duhur kundër institucioneve. Dhe kjo i bën institucionet jo vetëm funksionale, por edhe përgjegjëse, ndërkohë që në Shqipërinë arkaike të Edi Ramës gjithçka vendoset nga vullneti i parit.